Sali Berisha ka deklaruar se protestat kundër kryeministrit janë të vënuara, ndërsa i ka bërë thirrje qytetarëve që të reagojnë kundër asaj që e konsideron si regjimin e Edi Ramës. Kreu Demokrat është shprehur se protestat do të jenë të pandalshme dhe do të çojnë në rrëzimin e qeverisë. Dikur Berisha fliste për 77 mënyrat që do të aplikonte në kuadrin e mosbindjes civile, por që në fakt asnjëherë nuk e aplikoi me përjashtim të një skenari që dijej përpara se të niste. Por si pritën të jenë protestat? Çfarë skenarësh ka menduar ish kryeministri kundër Edi Ramës? Nga ajo çfarë është deklaruar deri më tani, duket se protestat e reja të Sali Berishës janë të njëjta në skenar me ato të Lulzim Bashës, ashtu si me Bashën edhe me Berishën, pothuajse janë të njëjtët emra që do të merren me përgatitjet, njoftimet, organizimin e njerëzve. Për ata që ideonin ato element 6 apo 7 vite më parë në urdhrat e Bashës, sot do të bëjnë të njëjtën gjë për hyjçmin e Berishës. Ideja që është hedhur së fundmi është ngritje një çadre përpara godinës së kryeministrisë, një skenar që për 3 muaj u aplikua në 2017 nga Lulzim Basha në prag të zgjedhjeve parlamentare të njëjtit vit. Çadra u mbyll me marrëveshjen e famshme të 17 majit, që më shumë se sa i shërbeu opozitës, forcoi pozitat e kryeministrit Edi Rama. Opozita është lejuar të diskutojë vetëm në një seancë, çka do të thotë se de facto asgjësimi i parlamentit dhe parlamentarizmit, çka do të thotë shkelmimi i kushtetutës, rregullores së parlamentit dhe rendit kushtetues të vendit, do të thotë mohimi të drejtave të opozitës. Plas çdo skandal, jo më kryeministri, por as ministrat nuk paraqiten në interpelancë. I sugjeroi grupit dhe opozita të hap platformat parlamentare përpara ndërtesës së Këshillit të Ministrave dhe aty deputetët e opozitës, qytetarët të paraqesin në fjalimet e tyre të gjitha mendimet, propozimet dhe denoncimet. Pas 9 seancash, opozita është lejuar vetëm një ditë të debatojë në kuvend. Atëherë ne kalojmë në debat me qytetarët, tha Berisha pak ditë më parë. Duket se ky do të jetë hapi i parë, që do të pasohet më pas nga ato që konsiderohen si protesta mbarkombëtare, dhe sërish do të përsëriten skenaret e aplikuar nga Lulzim Basha, gjatë kohës që drejtonte de jure Partinë Demokratike. Formatet e protestave do të jenë të njëjta: mbështetës të opozitës që mblidhen në bulevard, vendosja e një podiumi, nga ku do të mbajnë fjalime deputetët, kryetar partish dhe natyrisht kreu Demokrat Sali Berisha, qytetarë që do të përçojnë mesazhet e tyre. Natyrisht diku do të jetë edhe një grup të rinj që zakonisht përdoren për të hedhur gur, flakadan apo kapsolla, si një mënyrë për të nxehur gjakrat. Kështu vepronte edhe Lulzim Basha, që pavarësisht se në jo pak raste prodhoi protesta masive, nuk ja doli që të realizonte qëllimin final. Ndoshta nga të gjithë elementet e protestave të Bashës, i vetmi që nuk do të përdoret është ndezja e dritave të celularëve për të treguar madhështinë e protestës.